Protestat kanë qenë kryesisht paqësorë, por të vendosura duke tërhequr vëmendje ndërkombëtare. Si gazetar në terren që po ndjek zhvillimet nga afër të këtyre protestave, çdo ditë kam intervistuar protestues. Një nga drejtuesit kryesor të këtyre protestave, Ben Kola, analistin e njohur Fatos Lubonja, ambasadorin Flamur Gashi, Bisnim Ahmetaj dhe disa protestues të tjerë direkt nga vendngjarja. Shqipëria po kërkon ndryshim. Zëri i qytetarëve po dëgjohet fuqishëm në sheshin Skënderbej. Paraqitur disa kërkesa, por sidoqoftë kryeministri gjithmonë ka reaguar me atë që protesta nuk është ashtu siç paraqitet. Është diçka e televizioneve dhe e realizimit të teknologjisë së sotme. Ai që ju e quajni kryeministër, ne e quajmë krye hajdut, duhet të ishte normal në burg psikiatrik, por për fat keq ka ik nga burgu psikiatrik ose nga spitali psikiatrik, fal lidhjeve që ka patë, lidhjeve të errta. Ai nuk është kryeministri shqiptarëve. Ai duhet sa më shpejt që drejtësia t'i vendos prangët, sepse me skandalet që ka bërë siç janë incineratorët apo anijet në Vlorë që ne paguajmë çdo ditë pare, shitja e Bregdetit, e tokave bujqësore, maleve, luginave, lumejve, masakrimi që po i ndodh në Shqipëri çdo ditë, ai duhet të zbon prapa hekurave dhe konfiskim i çdo pasurie të vjedhur të shqiptarëve, bashkë me familjarët e tij, edhe me shokët e shoqet e tij, hajduta që i ka ministra, deputet, drejtora e çfarë. Por kërkesat e juaja janë për dorëheqjen e kryeministrit. Një gjë të tillë në bazë të kushtetutës e bën parlamenti. Ju sa jeni të vendosur ju se mund të arrini? Sovrani këtë radhë është çuar me i dhënë përgjigjen e duhur. Ne nuk e njohim as ata as të tjera. Dorëheqje pa kushte e pa negociueshme. Deri ku do vazhdoni? Deri sa të arrim qëllimet tona për cilën populli shqiptar reagon çdo ditë. Sa ka qenë mbështetja e popullit shqiptar, meqense përmendë popullin shqiptar? Mbështetja u pat shtunën e kaluar sa ka qenë. Çdo ditë më shumë po ndërgjegjësohen, pavarësisht makinerisë, propagandës, i skenimeve që her pas here mundohen me na bë. Ne jemi pjesë e qytetarëve, sepse ki ka qenë një vullnet i Zotit që të zgjohet populli shqiptar, kështu që nuk do ja arrijnë me makinerinë e tyre të propagandës, çdo gjë e tyre ka radhë. Në fundit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë zhvilluar 4-5 protesta të tilla në mbështetje të protestës suaj. Ju jeni koordinuar me shqiptarët e Amerikës? Ata janë vëllezërit e motrat tanë, domethënë një ndër organizatorët kryesorë në 10 organizatorët e kësaj proteste quhet Shpopullim. Edhe mos harrojmë që një pjesë e mirë mbi gjysmë milion shqiptarë ose 1 milion shqiptarë që kemi në Shtetet e Bashkuara, Britani, Zvicër, Belgjik, Kanada, Australi, Gjermani, Holland, Suedi, Venet Nordike, të gjithë shqiptarët kudo që janë të angazhuar për rrëzimin jo vetëm të qeverisë dhe arrestimin e tyre, konfiskimin e pasurive, por rrëzimin e kasës politike, duke përfshi edhe Saliun që ka harru me dalë në pension. Po ne duhet ta çojmë në pension këtë radhë se s'bën, duhet të reformohet edhe PD-ja. Cili është mesazhi juaj për shqiptarët e Amerikës që janë hedhur në mbështetje të protestave tuaja? Për shqiptarët e Amerikës, nan mos ke frikë se ke djem në Amerikë. Pa ata ne nuk kemi gjallë. Kështu që sa më shumë shqiptarët të angazhohen, sepse shqiptarët kudo që janë një thesar, edhe uroj që ta çlirojmë të vendosim themele demokratike, që një ditë një pjesë e mirë e shqiptarëve të rikthehen në dheun e tyre. Ju faleminderit. Ka shumë shtresa për të shpjeguar kjo fjala Shqipëria e re, se çfarë kupton. Por në qoftë se do të nisemi historisë së Shqipërisë të këtyre 35 vjetëve, mund të themi një gjë që në 90-91 ra regjimi i vjetër komunist. U ndryshua një sistem që ishte një sistem pak a shumë dihet autoritar, diktatorial, me ekonomi të përqendruar shtetërore, me mungesë lirie etj.
ajo që ndodhi më mbrapa ishte një gjë që në një farë mënyre shumë shpejt i shgënjeu njerëzit dhe vazhdon dhe sot e kësaj dite si thua një lloj jo tranzicion drejt shtetit të së drejtës, se quhet tranzicion në Shqipërisë, por një drejtim i gabuar. Pra Shqipëria që atëherë mori një drejtim të gabuar, në shkuptim. Në vend të një ekonomie të lirë tregu ndërtoi piramidat financiare. Në vend të një jete demokratike vazhdoi me mendësinë e partisë shtet që në atë kohë e zëvendësoi Sali Berisha. Dhe qa ishte më kryesorja që nëse do thelbin e gjës, është kjo. Në Shqipëri nuk ndodhi një revolucion siç mund ta quaj, po t'i referohem historisë anglisë, ai që quhet revolucioni i lavdishëm, prerja kokës mbretit, si më thënë, heqja e mbretit nga froni i pushtetit dhe vendosja e ligjit në fronin e pushtetit. Revolucioni i lavdishëm angles këtë kuptim ka, kur vendoset ligji në pushtet. Shqipëria vazhdoi me kulturën e liderëve autoritar që marrin ata pushtetin, që personalizojnë pushtetin, që ishte dhe Enver Hoxha ishte po kështu u bë Sali Berisha, kështu vazhdoi dhe Fatos Nano, e kështu vazhdon edhe Edi Rama sot. Pra që kërkohet sot një Shqipëri e re për mua në thelbin e vet është në qoftë se do të mundim apo jo që të heqim një pretendent për monark këtu që kemi, si që kam përthire ca arkitekt që pamë së fundi që i thonë më mirë tjetë ky monark i ndritur, dhe vendosim i cili ka marrë vendime sipas qefit me një bandë kriminale që ka rreth vet, ka bërë çdo dojë me Shqipërinë, e shet e blen sipas interesave të klientelës tia, që shpesh është dhe kriminale, dhe pra t'ja heqim pushtetin këtia, t'ja japim pushtetin ligjit, dhe në vend që të vendimet t'i marri një njeri vetëm në kryet e një bande, vendimet t'jenë të tilla që t'jenë brenda ligjeve dhe njëkohësisht edhe në mënyrë demokratike. Domethënë të filloj të rivendosen themelet e demokracisë që nënkupton, siç thash, ligjin në pushtet dhe ndarjen e pushteteve që kontrollojnë njëri tjetrin. Pushteti politik, ekzekutiv, pushteti gjyqësor, pushteti mediatik, pushteti parlamentar, të gjitha të jenë të ndara dhe që kontrollojnë njëri tjetrin. Shqipëria këtë nuk e ka bërë akoma dhe në thelbin e vet ky revolucion këtë kupton. Sigurisht kjo nuk është një punë që bëhet brenda ditës, po të paktën mendoj që ky duhet të jetë fillimi i ndërtimit të kësaj Shqipërie të re që nuk është se mbaron. Siç thotë Gotja thot një fjalë, lirinë e meriton ai që shkon për ditë në luftë për të. Edhe demokracinë e meriton ai që shkon për ditë në luftë për të. Kështu që gjithmonë edhe demokracia është e kërcënuar, prandaj unë shpresoj që ky të jetë një fillim në këtë kuptim. Dhe Shqipëria e re të jetë kjo ku njerëzit pra të bëjnë pjesë e vendimarrjes, të mos lejojnë pushtetin e një pakice, pushtetin e një bande kriminale siç është ky, që të vendosin për ta t'ju heqi edhe hapësinat publike, t'ju heqi edhe të mirat publike, t'ju heqi edhe detin për t'ja dhënë një pakice dhe shqiptarët
t'ju heq tek e fundi dhe dinjiteti. Në fund fare, ky revolucion kërkon të ngrërë dhe njëherë dinjitetin e shqiptarëve të nëpër këmbur, ta ngrërë dhe njëherë në këmbë. Që keni ardhur sot në protestë? Se keni ardhur sot në protestë? Në protestë kemi ardhur për me mbështetur rinin e kombit shqiptar, që janë rinia është ajka e kombit, është arterjet e kombit shqiptar, janë ardhmja e dritur që ne si prindër, si qytetar, ne si nëna si prindër të mbështesim sepse i kemi dhënë sovranit një kryeministri që na e shiti këtë sovran. Dhe ne jemi për mbrojtjen e sovranit dhe t'i themi largohu sepse ti ke trastuar Shqipërinë, ke trastuar komplet rinin e kombit. Ke bërë një spastrim etnik, ke quar trurin e intelektual në diasporë, në Mërgat, që është pastruar, është pastruar Shqipëria, është tregtuar Shqipëria dhe ne në Rogos na i kanë vjedhur gjithë shka qarë kemi. Dhe ne tani jemi mbledhur si prindër që ne t'i japim një mesazh të largohet një herë mirë nga kjo, nga i post, sepse është rrëzuar dhe sovrani i tia është i fundosur. Ai ikën Samian min tjetër, gjoja jam duke bërë takime, duke fyer rinin e ndritur të kombit, ai nuk meriton që t'jetë as një sekond në kryeministrinë e Shqipërisë. Rrofë Shqipëriatike, Zoti Bekov, bashkombësit tanë edhe poshtë qeveria hajdute. Këtu nga Amerika, unë kam marrë nga Zvicra sepse se banoj në Milano, Mëzuri, protestat e djalë. Kemi bërë disa protesta dhe këta mesazhet prej andeja. Ndërkohë, dikush atje pregatit kushtetutën zviceriane për ta pru këtu me kantonin, që se keni ide, se kemi shumë karrieristë në njerëzit. Dhe jam këtu nëse do shkoj. Përsëri atje se do vazhdojmë të dilën protestën për të mbështetur këtu. Tani pse jemi këtu? Dhe pse kam pru të proklamat? Kushtetuta që sot të nderuar zotëri, e nderuar gazetar Beqirësina nga Amerika, kemi qenë shok të Diogo Ardo, e do të një bëni fala shumë, e kam takuar në Zvicër, Goxha Burg, është kushtetuta e diktaturës, e modifikuar nga Ramizalia, e shkyer, e shkatruar, e shpatulluar fare nga tranzicioni, edhe sot parlamenti kaloi të prek tokën bujqësore, që është për në shteti, apo dhe të private, për ta bërë gradaciela, betone, nuk e marrë vesh të qa problem. Kështu që këtu dhe protestuesët janë, ka bërë ja 5 pika, nuk e di nëse jeni bërë në djeni, por nuk janë ato që përmbysin tranzicion. Ne nuk duam rotacion, nuk duam riciklim, nuk duam vetëm 2 veta të ndëshkohen, po gjithë tranzicion. Kanë vjedhur miliarda. Dhe diçka shtesë, të vendoset kushtetuta në këtë sistem që është sot Shqipëria me komplet, se ke shkatru Shqipërinë në qelizat më të vogla. Ke shkatru sistemin e arsimit, ku po rriten fëmijët u thërë me thika në shkollë. Flamur, ju keni përjetuar edhe protestat e viteve 90, televizin e drejtorit që quhet atëherë, televizin e studentore, po përjetoni edhe këto protestat e tanishme. Çfarë lidhje kanë për ty në shikimin tënd protestat e 1990-s me protestat e tanishme? Të dyja janë për rrëzimin e qeverisë dhe ndryshimin e sistemit. Në fakt, të dyjat janë për rrëzimin e qeverisë dhe të dyjat janë për rrëzimet e qeverive të majta. Koincidencë apo rasti, por e vërteta është kjo. E vërteta kjo është që janë pjesë e një establishmenti që ka futur rrënjët tepër thellë në shoqërinë shqiptare, mbi gjitha në ekonominë shqiptare. Dhe qytetarët shqiptarë tani më, pa dallime partijake, pa dallime regionale në Shqipëri, pa dallime fetare, të gjithë janë kundër këtij grupi të rilindasve të ri, të cilët kanë uzurpuar çdo porë shoqërisë shqiptare. E mira e madhe e këtyre protestave është që në çdo cep të protestave valon flamuri kuçezi. Dhe simboli këtyre protestave është atë mbrojtja e tërësisë territoriale dhe mbi gjitha
zhvillimi i shoqërisë shqiptare në hap me shoqëritë e tjera, atje ku neve pretendojmë të jemi në Bashkimin Evropian. Por me Edi Ramën, shoqëria shqiptare nuk mund të eci përpara dhe shoqëria shqiptare do të jetë e hendikepuar nëse do të vazhdoj me këtë klikë e cila po udhëheq qeverinë shqiptare sot. Një faleminderit. Sot është dita e 26 e protestave. Në të njëjtin vend ku ju 26 vjet më parë zuat regjimin më diktatorial në Shqipëri. Këto protesta paralelizuar me ato që kanë ndodhur në 1990, çfarë tregojnë për ty? Janë pothuajse djetet emocione përveç të zhvendosura në afërsisht 4 dekada. Por atëherë kemi mbyll një kapitull të ndryshimit të një sistemi, ndërsa këto protestat e sotshme janë kundër një establishmenti të ngritur në këto vite që mos përfillje, arrogancë, shkelje hapur e ligjit dhe një sjellje domethënë me qytetarët, sikur ata janë thjesht numra dhe nuk janë më qenie njerëzore. Kjo lloj proteste kam përshtypjen që do t'i jap fund kësaj arrogancë. Nisi vërtet në Zvërnec dhe u duk në fillim domethënë sikur po krijonte profilin e një proteste kundër investimeve të huaja, por e vërteta është që shqiptarët janë populli më pro-amerikan në Europë dhe më tutje. Shqiptarët i duan investimet e huaja dhe kryesisht investimet amerikane, por ata janë kundër arrogancës, janë kundër shpërfilljes, janë kundër shkeljes flagrante të ligjeve dhe janë kundër kësaj qeverie e cila ka përdorur çdo lloj forme, çdo lloj mjeti, çdo lloj stil autokracie për të qeverisur, derisa i ka afruar edhe dhëndrit presidentit, një prej këshilltarëve të tij kryesor, tokë të ngritur mbi planet e drogës. Dhe fakti që SPAK-u, një nga instrumentat më afër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, para disa ditësh nxoroi listën e rreth 20 biznesmenëve pronar në letra të asaj toke, pjesë e klaneve të drogës tregon domethënë që Edi Rama është përpjekur me çdo lloj forme që të fusë në gack, ndoshta edhe përveç dhëndrit edhe një prej njerëzve më kryesorë të administratës Trump, pasi kushtin e kemi parë në bisedime shumë të rëndësishme në Rusi, e kemi parë në bisedimet shumë të rëndësishme në Iran bashkë me zotin Uitkov. Domethënë gjithë kjo përpjekje e Edi Ramës për karrigën e tij, për të futur në kurth njërin prej prioriteteve të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, që është lufta kundër kartelëve të drogës në Shqipëri. Unë jam besim plot që këtij regjimi i ka arë fundi për shkak se në protesta, siç edhe ju e vutra e sonte, është një masë jashtëzakonshme njerëzish me profesionistë të lirë, njerëz me angazhime, bindje të ndryshme politike, por që janë kundër kësaj autokracie, kundër shpërfilljes, kundër asaj që ti më përdor mua si numër, më përdor si karton dhe jo si njëri i përgjegjshëm domethënë në vendin tim. Do të sheshes vendin tim, do të bësh gjithçka në vendin tim për hir të një karrige, për hir të pushtetit. Faleminderit. Unë jam bashkuar prej gati 4-5 ditësh në Gjermania, shkaqet janë shumë të qarta, duke filluar nga ndërtimet në zonat e mbrojtura, të cilat shqiptarët janë kundër, përveç ushtarëve, duke filluar nga papunësia që është një plagë e madhe shqiptare, pa haruar emigracionin që po e dëmton edhe shumë vendin, shëndetësia është në qendje alarmante dhe skandaloze, pensionet, rrogat janë shumë të ulta në krahasim me jetesën e shtrenjtë në Tiranë. Ju thotë se vini nga Gjermania. Si e diti që këtu në Shqipëri
mungojnë këto gjëra dhe janë këto ankesë. Po, unë kam familjar këtu, normalisht e di çfarë mungon. Unë vi rregullisht në Shqipëri dhe këto gjëra mbien sy. Domethënë vetëm të kesh domate sy nuk e shikon. Tirana tjetërsohet çdo muaj, është betonizuar. Tirana e efemerisë time nuk ekziston më. Ja premtohet antarësimi në Bashkimin Evropian, ndërkohë ne nuk i plotësojmë kriteret bazë. Ju falenderoj. Mbajtë dorë. Edhe fol. Ne ka marrë parasysh sepse Tavlon Balla ka qenë mercenar edhe të paguar. Ky ka luftuar me të gjitha forcat e tij dhe me të gjithë shqiptar për pavarësinë e Kosovës. Jo vetëm për pavarësinë e Kosovës, por gjitha tre shqiptar. Ky është mesazh për Tavlon Ballën. Ky është dëshmoria e Theut, është dëshmoria e gjithë shqiptarëve. Ja ta lexoj Tavlon. Ju vetë keni qenë në Çeka? Unë nuk kam qenë në Çeka, kam qenë moshe vogël, por ishte mundësia do të shoh vullnetarisht. I dëshpërimi është fitoria e Shqipërisë me çdo interes të ngushtë politik. Të dashur shqiptar, vëllezër dhe motra, mos e negoconi. Dise ngjarja e Sërnecit ishte bërë shkaku, por akumulimi i disa çështjeve të tjera ka bërë që cili është dritur me protesta vazhdueshme, protestat kanë qenë të qëndrueshme dhe të qarta me kërkesat e tyre. Reagimi i qeverisë Rama. Ky është